Akulloria mbetet një nga ëmbëlsirat më të dashura të verës që nuk njeh mosh apo kufi, me shijet e saj të pafundme ajo sjell freskinë dhe ëmbëlsinë në ditët e nxehta, duke bërë të preferuar si nga fëmijët ashtu edhe nga turistët që vizitojnë vendin tonë. Prodhimi i akullores ka evoluar ndjeshëm ndër vite, nga receta tradicionale deri te shijet moderne e të veçanta. Ky produkt ka ruajtur magjinë që sjell tek çdo konsumator. Sot në treg gjen shije për çdo preferencë, nga çokolada klasike deri te kombinimet më të guximshme. Prej më shumë se 27 vitesh Mirela Mezini është pjesë e kësaj tradite të ëmbël, duke ndjekur rrugën e nisur nga familja e saj. Për të, ruajtja e shijes tradicionale të akullores artizanale është një mision, ndërsa synimi i saj mbetet që krahas kësaj të sjellë edhe shije të reja që përshtaten kërkesave të kohës. Ky është një biznes që është ngritur nga prindërit e mi, ka 27 vjet, që është themeluar, si thua, që në vitin 1998 dhe më tej kemi vazhduar ne duke e zgjeruar, si thua, aktivitetin dhe duke i dhënë një tjetër dimension. Duke qenë si fryma e re gjithmonë jep ndryshime dhe përpiqet gjithmonë për më mirë. Akulloria artizanale është e prodhuar në mënyrë fillon procesin, më thënë, që nga pjesa e makinerive, nga përbërësit që përzidhen për të prodhuar këta akullore. Duke qenë se ne kemi vite, siç thash, që prodhojmë këta akullore, i përzjedhim me kujdes në mënyrë të tillë që të ngelet përbërësi, tradita, shija si dikur. Kjo është ideja dhe përpunimi pastaj përmes makinave tona që janë të viteve, janë shumë të vjetra. Dhe detyrimisht që këto i kemi bashkangjitur dhe me teknologjinë e re që kemi futur së fundi, vitet e fundit. Vit pas viti tregu bëhet më exigjent, më thënë përpiqemi gjithmonë që të sjellim trendet e fundit dhe unë kam pasion, vendosjen e ingredienteve të ndryshme, i ndërthur vetë, në mënyrë të tillë që çdo ditë klientët tanë të provojnë diçka të re, diçka ndryshe, diçka që mund të mos e gjejnë kudo në Vlorë apo të veçantë, karakteristike të veçantë. Fëmijët janë të preferuarit tanë, por së fundmi, vitet e fundit ka një rritje shumë të madhe të huajve. Dhe është kënaqësi të komunikosh me ta dhe të shërbesh, sepse janë shumë të sasinë që na nevojitet të sigurojmë përmes qumshit të freskët. Gjithmonë ajo është parësore. Çdo ditë me më shumë dëshirë dhe qejf, është pasion. Mbi të gjitha, pastaj është biznes. Akulloria nuk është thjesht një produkt, por një kujtim i fëmirisë, një shije që të kthen pas në kohë, thot ajo, duke shtuar se interesi për këtë ëmbëlsirë është në rritje, sidomos gjatë sezonit turistik. Ndër vite Akulloria nuk ka ndryshuar vetëm në formë e shije, por është kthyer një simbol të verës, një kënaqësi e vogël që bën ditën më të bukur dhe më të freskët.